Allahun Azza wa Jall e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na e bëri të mundur përsëri të shihemi në mezhlisin i cili mezhlis pa dyshim ndërtohet dhe qëndron në hijen e Allahut subhanahu wa taala dhe në hijen e fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Sot do të fillojmë me komentimin e surës At-Takathur. Surja e grumbullimit, që është sure mekase, e cila ka vetëm 8 ajete, e cila sure flet për karakterin e njeriut, flet për ambicjet e mëdhaja e të larta që i ka njeriu ndaj grumbullimit të dunjos dhe dashurisë ndaj dunjos, dhe flet për egoizmin që ka për dunjo, që arrin deri në atë grad dhe nivel që njeriu shkaku i grumbullimit të dunjos dhe dashurisë ndaj saj haron të tjerit, haron prindërit, haron fëmijët, haron bashortën, bile edhe vetveten. Kjo është grada më e keqe dhe më e rëndë, kur njeriu haron Zotin, haron Kur'anin, haron Sunetin, haron familjen, haron të gjithë bile edhe veten, duke grumbullu dunjon. Dhe shkaku i zbritjes së kësaj sure përmendet në disa hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe kryesisht përmenden 3 shkaqe, që nuk pata mundësi ta bëj verifikimin e cilit hadith është më i saktë në përmendjen e shkakut të zbritjes së kësaj sureje të madhe. Shkaku i parë që e përmendin komentatorët e Kur'anit është polemika edhe mos kuptimi dhe mos pajtimi i dy fiseve, Beni al-Harith wa Beni Harith. Dhe Beni al-Haritha me ta u ta'nith në fund, wa Beni Harith. Të dy fiset s'kanë mujtë më marrë vesh me zvete se cili fis është më i pasër. Pastaj kanë dalë të polemika tjetër se cili për këtyre fiseve ka më shumë njerëz. Ja nisën mi numru njerëzit që i kishnin antar të familjes dhe të fisit, do të nisën me grumbullu pasurin dhe me numru atë, dhe kur njëna nga fiset doli nga dhënimtarën e numër, thanë ja, nuk mi aftomi me kaq, kina me shku të vorët, kina mi numru edhe të vdekmit, që ta shofmi cili prej nesh është fis ma i njohër. Ja nisëm mi numru njerëzit që janë ma me nam, ma me emër në mesin e tënve. Ata thonin e kimi nga fisi jon filonin, që është me filan postin. Këto thëshin po edhe na e kina filonin që e ka filan postin. Na e kina filonin që ka kaq hurma. Këto thonë ja, na e kemi filonin që ka kaq deve. Shiqoni për dunjon. Polemike madhe që ka hinë në histori. Shkaku i kibrit dhe mendjemallësis, duke shpreh dunjon dhe pasurin që e posedonin. Derisa shkun edhe të vorët, ja nisëm i numru edhe të vdekmit. Derisa Allahu Azza wa Jall shkaku i kësaj polemike e zbriti këtë ajet kuranor. Shkaku i ditë përmendet mes dy fiseve tjera, që e kishin të njëjtën dilemë dhe polemik mes vete, por përmenden 2 emra tjera, dhe rasti dhe shkaku i zbritjes së kësaj sure, shkaku i tretë që përmendet karakteri i jehudive Benu Israelve, që krenoheshin dhe bëheshin mendjemdhej me pasurin dhe mallin që i kishnin, derisa tek ata me një farë mënyre edhe vetë devotshmëria e njeriut matët në bazë të pasurisë që e ka. Dhe Allahu Azza wa Jall të të zbriti këtë ajet kuranor shkaku i kësaj. Kryesisht thonë, sebeb dhe shkak i zbritjes së kësaj sure të Takathur, sure së grumbullimit, është mendjemallësia e njerëzve me pasuri dhe krenaria e tyre
në bazë të pasurisë që e posedojnë, që Allahu Azza wa Jall me anë të kësaj surës i lexon poshtë gjitha këto pretendime se nami dhe karakteri dhe nderi i një fisit apo të një njeriu nuk ngritet në bazë të pasurisë që posedon, por në bazë të devotshmërisë që e ka. Thot Allahu Azza wa Jall: "Inna akramakum indallahi atqakum." Më i dashuri dhe më i ngrituri prej jush tek Allahu Azza wa Jall është ai i cili është më i devotshëm, jo më i pasur. S'ka përmend këto pasuri, aghnakum, por ka thonë atqakum. Më i devotshëm, ai i cili largohet më shumti nga të këqijat dhe i afrohet më së shumti të mirave. Kjo është më i dallum dhe më i veçum dhe më i dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu Azza wa Jall, ajetin e parë që e zbret në formë të kërcënimit dhe poshtrimit dhe në çmimit të dunjos dhe pasurisë, dhe thot: Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takathur. Kështu thot Allahu Azza wa Jall në ajetin e parë të surës At-Takathur. Alha shay'a yulhihi, kur e lën në shpinë, kur e anashkalon, kur e azgjëson një gjë, duke u angazhuar me diçka tjetër. Allahu Azza wa Jall thot: e lat më shpinë për kujtimin e ahiretit, duke u marrë me grumbullimin e dunjos. Ky është komenti i plotë i këtij ajeti kuranor. Elha, të të habitet, e lat më shpinë e ahiretin, e lat më shpinë e ahiretin, e lat më shpinë e fen, e lat më shpinë e adhurimin e Allahut Azza wa Jall, dhe u angazhut me të madhe me grumbullimin e dunjos. Me grumbullimin e dunjos. Dhe njeriu kur e lën më shpinë Allahun Azza wa Jall, duke grumbulluar dunjon, i lën më shpinë edhe gjithë të tjerët, duke lënë më shpinë edhe veten. Shqoni, kjo është një gradë e hatashme, e rrezikshme, skajshmërisht. Njerëzit që jipen mas grumbullimit të dunjos, që kur e arrojnë Allahun Azza wa Jall, arrin me një gradë që arrojnë edhe vetveten. Njeriu është fatkeqësi e madhe që të harron fenë Allahut Azza wa Jall duke grumbulluar dunjon. Dhe kjo sjell pasoja të rrezikshme, të hatashme, që njeriu kur të habitet mas grumbullimit të dunjos, çka ta lën më shpinë e fen, dhe çdo alibi për mos praktikimin e fesë të arsyeton ta gjon me dunjon, me angazhimin e tij për këtë dunjon. Dhe gjithë kjo është vetëm për një arsye, shkaku se ky me dunjon don më bë më i madh, don me i nëpërkom të tjerit, don me u bë çallëmxhi. Sepse shkaku i zbritjes së kësaj sureje është çallëmi i njeriut me dunjon. Edhe krenaria e tij, mendjemallësia e tij, shkaku i dunjos që e ka, shkaku i pasurisë që e ka grumbullu. Dhe besoni që grumbullimi dhe habitja mas dunjos arrin me një drejtë që njeriu e haron edhe vetveten. Njeriu haron edhe vetveten. Frik po a tregoj një rast që më interesonte me të madhe. Është një smundje e re bashkohore, smundje e cila shkakton humbjen e impotencës. Apo më mirë thonë humbjen e nevojës për marrëdhënie intime me gruan. Derisa dësha ta di se a thu gjitha këto raste janë raste që mjekohen me rukje. Djalë i ri në moshën më të mirë, kur duhet të jetë më produktiv, më i fortë, ai nuk ka nevojë për marrëdhënie intime. Dhe natyrisht që kjo sjell dëshpërim, depresion dhe sjell edhe probleme të thella familjare. Dhe fillova që të intereson me kësaj, dhe ndërkohë edhe me disa psikolog më ra që psikiatër më mirë me thonë që të konsultohem, dhe gjithë ishin unanim se kjo ndodh shkaku i dhënjes së tepër ndaj punës, ndaj dunjos. Dhe mes tjerave mrona përdor një rast i një detarit që e përmend, rast i vërtet, dhe thot se një pjesë e madhe e mos pajtimeve ndërfamiljare, sidomos mes burrit dhe gruas, janë si pasojë e asaj që burri s'ia jep hakun e vet gruas,
që buri se e hakun e vetë grus, shkaku i angazhimit të tij zot me dunjo, me grumbullimin e pasurisë, sepse angazhimin më të madh të vetin e ka si të arrijë në pasuri. Ai kur është në punë mendon vazhdimisht për punë, por edhe kur vjen te shtëpia, mendimet i ka për punë, angazhimin e mendjes së tij, logjikës së tij e ka deri në maksimum se si do të bën punë ai nesër. Dhe çfarë ndodh të humb nevoja për marrëdhënie intime. Dhe kjo shkakton irritim tek bashkëshortja, kjo shkakton mos përkujdesje për bashkëshortën, për partnerin e jetës. Dhe shpesh herë vjen edhe deri tek ndarja. Por që është fatkeqësia se kjo ndarje arsyetohet me arsye tjera. Gjitha problemet përmenden përveç se ky problem i cili është thelbësor dhe bazik për i cili problem çka e ka sjell atë familje deri në ndarje. Dhe përmend kja ai shehi, ai hoxha një rast kur një burr ka vërejtjen ndaj gruas së vet. Shoku se ai nuk e ndëgjon, nuk pastron dhe nuk përkujdeset për shtëpinë dhe për familjen. Dhe ky burri ja shkruan një hadith ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha yuhibbu idha amila al-'abdu 'amalan an yutqinahu." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu gëzohet që kur e merr një punë ta bën, atë punë ta përsosë, ta bën mirë. Sa e gruaja i ka bëu punë shkele shkon për shtëpi. Edhe këtë hadith janë gjitë me një letër bashkëshortës së vet në kuzhinë. Që ajo çdo herë kur thënë në kuzhinë, ta lexojë hadithin, ta përkujtojë se punët e shtëpisë dush mi bë mirë. Ama çka ndodh? Kjo shkaku se e dinte ku qëndron problemi, shkaku se do kemi ju hakmar burrit të vet, shkaku se ai nuk i kushtoi ke rëndësi gruas së vet, e merr këtë hadith, shkon dhe ngjet te dhoma e fjetjes. Të bani mirë detyrat e shtëpisë, njerë si duhet, atëherë ne kam e fshi si duhet të shtëpia. Kështu ke mesazh i gruas pa fola ja. E gjithë kjo shkaku se njerëzit kur jipen me të madhe për dunjo, kur jipen me të madhe për grumbullimin e pasurisë, jo se është nevoja kaq e madhe. Jo se nevoja është kaq e madhe, sepse na e dim se sa ka nevojë një njeri që ta kalon ditën. Sa i mjafton nga pasuria që ta kalon edhe një jetë. Sa ka nevojë njeriu për 30 vite të grumbullon pasuri, miliarda? Sa ka nevojë njeriu që të jeton me një familje, ndërtesa të mëdha, 100 katëshe? Gjitha këto janë të tepërta dhe të panevojshme për një jetë kaq të shkurtë. Që kur ta marrësh dhe ta barazosh 15-20 euro një mëditje sa i nevojitet njeriu që ta kalon një ditë dhe ta pestojsh për 30 vite, do ta shohësh se shumë pak parë i duan njeriu që kur ti grumbullon ata më hiç mos punoje. I mjaftoj. Kjo nuk do të thotë se njeriu nuk duhet me punu, nuk duhet çka më bëj i pasur, nuk ka pengesë gjitha këto. Problemi është kur angazhimin më të madh tënde e bën dunjë. Dhe pa nevojë dhe angazhim deri në maksimum sa që merr në qafë edhe vetin edhe familjen, por haron kryesisht edhe Allahun Azza wa Jall. Dhe shifni ndryshimin e njerëzve. Nga përvoja janë shumë e vogël me njerëz me cilët jemi udhëzuar së bashku, që kemi fillu namazin së bashku, që kemi fillu Kur'anin së bashku, në momentin që kanë marrë pak erë nga pasuria e kësaj dunjoje, çfarë ka ndodhur? E kanë lënë safin, i kanë lënë të mirat me pak pasuri. Kjo është problem. Kjo është ajo që e përmend Allahu Azza wa Jalla, se dunjoja çka ju habiti. Dhe shkaku i dunjos i nëpërkëmbët dhe rregullat dhe parimet dhe shariatin e Allahut Azza wa Jalla. Allahu na ruaj nga kjo. Thot Allahu Azza wa Jalla: "Hatta zurtumul maqabir." Hatta zurtumul maqabir. Këtu përmendmi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu Azza wa Jall, hadithi i cili tregon se njerëzit nga natyra janë që në përkombin rregullat dhe parimet fetare dhe pse i din ata. Por këtu Allahu Azza wa Jall do të përmend
se shumica e njerëzve habiten mas dunjos dhe dunjoja i mashtron. Këtë hadith që e përmendi, nuk ta përmendi për mërzi dhe kërcënim, por ta përmendi për përmirësim. Allahu Azza wa Jalla në ditën e gjykimit, hadithin që e përmendi Imam Buhariu në Sahihun e tij, Allahu Azza wa Jalla në ditën e gjykimit do t'i thot bijve të Ademit, apo më mirë thon do t'i thot Ademit alayhi salam, labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadayk. Do thot Ademi alayhi salam, po o Zot, të përgjigjem ti pa ndal dhe sërish, dhe thot khajri është në dorën tënde. Dhe thot e mira në dorën tënde është, o Zot. Kur Allah do t'i drejtohet Ademit alayhi salam, Ademi alayhi salam do thot, po o Zot, ty të përgjigjem pa ndal dhe sërish, edhe khajri është në duart e tua, o Zoti im. Dhe Allah do t'i thot, akhrij min dhurriyyatika ba'than ila an-nar. Thot Allah o Adem, nga zurrijeti jot, nga pasardhës të tu, nxjerri njerëzit që do të shkojnë në xhehenem. Dhe Ademi alayhis salam do të thotë, "Wa ma ba'thun nar." Thotë, o Zot, e sa njerëz të qes për në xhehenem? Do thotë Allahu Azza wa Jall, "Min kulli 1999." Thotë nga çdo 1999 për në xhehenem. Nga çdo 1000 do të thotë 999 bani hazër për në xhenem. Nga pasardhësit e to. Kush ka garantuar se ti nuk je nga këta 999? Kush të ka garantuar se dunjoja ashtu si ka mashtru këta 999 nuk ka me mashtru edhe ti? Prej kajt atë rahati dhe atë qëtësite që të marrësh guximin dhe me thonë se une jam muzu edhe kam kryma, jam rahatu dhe xheneti garantohet. Allahu na ruaj nga ky mendim. Ky mendim është, do të thotë, kulminacioni i devijimit. Sado që njeriu është në saf dhe i udhëzum, nëse e ka këtë mentalitet dhe kështu mendon për vetveten dhe ka mendim kaq të mirë për vetveten, ky është kulminacioni i devijimit. Dhe kaq i duhet këtij njeriu që devijon dhe të lajthit nga rruga e vërtetë. Askush prej nesh nuk ka garancë nga habitja dhe devijimi që nga kjo dunjë. Shiqeni sa miliarda të njerëzve jetojnë në këtë dunjë. Shtash, thuhet që janë 6, 7 dhe kështu me radhë. Nuk është me rëndësi numri, por sa janë musliman. Sa janë musliman. Dhe nga këta që janë musliman, sa janë njësues të Allahut Azza wa Jall, sa janë ehlut tauhid. Sa janë nga ata që kanë shpëtu nga njollosja me shirk dhe me bidate. Sa janë? Shumë pak dalin. Po edhe muslimanët mesin e shumë jo muslimanëve shumë pak dalin. Dhe kur të mash ta mendosh, do del ky hadith, do thot ashtu si është tonën, ne nuk dyshojmë në saktësinë e fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por këtë vetëm ndoshta me sjell dhe t'u afrojmë me realitetin që na jetojmë. Thot Allahu Azza wa Jall, hatta zurtumul maqabir. Derisa të shkonit te varret. Thot Allahu Azza wa Jall, hatta zurtumul maqabir. Ky ajet kuranor shumë njerëz çka në shiqim të parë këtë ajet e këtë kuptojnë. Mendojnë se njeriu habitet me dunjë derisa të shkon të viziton në varret. Ja. Komenti i këtij ajeti kuranor është derisa të hish në varr. Kur të hish në varr atë ki më marr vesh se s'kan akon kur gjok kjo dunjë. Ki më marr vesh se ke mashtru veten me dunjë. Ki më marr vesh se kjo dunjë të largojnë nga feja nga Allahu Azza wa Jall. Për këtë çka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yamlau jawf ibn adam illa at-turab. Thot fytin e bijve të Ademit nuk e ngop, nuk e ngin përveç se dhëvi. Përveç se dhëvi, veç dhëvi e ngin njeriu. Është për qëllim derisa ti në varr, çka? Atëherë merr vesh se s'pas ka herë kur gjop për kësaj dunjoje. Atëherë merr vesh se boll mo dunjoja. Derisa ti në varr t'ia xhuj një kaci dhëj për mi çefin, ai smushet me mend se s'ka herë për kësaj dunjoje. Kështu është natyra e njeriut. Njeriu është i tillë që nga natyra ka dashuri të madhe të hatashme ndaj dunjos.
Dhe nuk ngjit dhe nuk ngopët. Nuk ngjit dhe nuk ngopët. Shiqoni lufta që ndodh na për dunjë. Që ndodh na për dunjë. Ndodh shkaku i pasurisë. Padrejtia e madhe që ndodh në mes njerëzve, padrejtia e të pasurit ndaj të varfërit, pasuria e shefit ndaj punëtorit. Kjo është nalt i pasur pronar, i ban padrejti punëtorit në një rrogë 200 euro ja vanon si ajep. Kënaqet me avanu rrogën punëtorit të vet. Kënaqet mos me adhon hakin ati që duhet me adhon hakin. Duke pas shumë pare, shumë miliona, shumë pasuri, megjithatë ka qef të shetit paluma. I dhimet me adhon hakin e ujë. Si t'ja jep diqysh i duket se është noksan diqka, se është bo ma fukara dhe kështu me rath. Shishoni qëfar natyre eger e vrasht, e sert, e cila smushet me mend dhe se kupton se dunjoja ka mashtru deri sa t'hen në varë. Dhe kuptimi i ajetit kuranor nuk është se ju kur të shkojni te vorët mi përcjell tjerit atër keni mu mush me men se dunjoja pas ka mashtru. Ja, ti kur ti ishën vorë ki me marrë vesh se atër ki me marrë vesh si duhet se ti një me qenë ke mashtru duke grumbu këtë dunjo dhe një me se kjo dunjo të pas ka largu me të madhe nga Allahu Azza wa Jall. Sa njerës din me lon punën kër ndëgjojnë fjallën Allahu Ekber, sa njerës din me thonë tamam bol puna, Allahu Ekber dunjoja mas, po shkoj mu fal. I thënë dal dunjos kur thret e zoni. Sa na gëzomi që kove të fundit xhamiat na mushën edhe namazin e drekës, edhe të akshomit, edhe të ikindis dhe kështu me radh. Gëzomi me të madhe, ama e dini, ajo që është në xhami është 1% e asaj që nuk është në xhami. Pse ky 1% e ka kuptuar deri diku? Se s'është në gjendje me shim telefone se po hik nëj biznis, po falmi namaz me telefone, shkaku i dashuris për dunjo se mos po më thirë dikush të marë abdes shadërvan e tamam përgjigj në shkoj e kry punën. Po kështu shejtani ta zbukuron, edhe s'ta lejon me shim telefonin edhe hin me mobil me fal namazin. Edhe ndodh çka ndodh në safet e xhamive tona. Po kjo ka prapavi të dashurisë së madhe ndaj dunjos. E këtë njerëzit kanë me kuptu vetëm kur t'hin në varë kur të vetmohen me vetveten dhe me veprat e tyre. Lutim Allahun që të dalim faqebardh e me veprat e mira. Thot Allahu Azza wa Jall në këtë ajet kuranor përmendmi disa vërejtje që njerëzit nuk thojnë ka vdek, por thojnë me disa shprehje me të cilët kam për qëllim mohimin e jetës së varrit. Ktu po përmendit e trit, sidomos na për gazeta, sidomos qafirat shqipfolës, dinsëzat shqipfolës, të cilët dojnë me një farë mënyre me mohu jetën e berzehut, jetën e varrit, çfarë thojnë? Shkoj te pushimoria e tij. Nuk thojnë vdiq. Nuk thojnë e çum te vorët, se kjo i trishton dhe i frik. Dhe çka me një farë mënyre nuk dënë me pranu jetën e varrit. Dhe mendoj se me vdekjen kaq ka mbaru çdo send. Thojnë u shpërngull tek pushimoria e tij. Pushimore xhenem. S'ka pushimore për dinsëzat. E nësë ato punë kanë atje. S'ka pushimore për ato. Ne të bëjmë baram sa të dojnë. Për këtë shprehje du të mi pas parasyshna që të mos i pranojmë. Por themi e qumë të vorët, e vorosëm, i gjujtëm dhej për mi qefin. Edhe Allah i adhasht hajrin të vorët. Edhe këtë du të me thonë, Allah i adhasht hajrin që me potencu se ka jetë të varit që a i ka me dhonë logarin e atë varë dhe në atë jetë. Edhe këto shprehjet të cilët janë do të thotë anti-islamiste dhe antifetare, që kanë për qëllim mohimin e jetës së berzeut dhe varrit, do të me një farë mënyrë është do të thotë gradualisht e kanë filluar ato këtë luftë. Na nuk duhet me pranu asesi në fjalorin e gjuhës shqipe. Te na ka e qumë të vorët, e vorosëm vdiq. E Allahi ja letësoft në atë dunjo në jetën e varrit.
Kella sawfa ta'lamun. Thot Allahu Azza wa Jall në mënyrë të prerë, decide, thot gjithsesi, pa dyshim, pa hamendje, së shpejti ata kanë me marrë vesh këtë. Kanë me marrë vesh këtë. Natyrisht kjo vjen pasi që ata të futen në varr. Na nuk e dim se kjo jetë në mashtron se dunjoja është fani, pasuria vjen e shkon, gjitha këto fjalë na I kemi. Ama çka, fatkeqësisht I kemi shumica si përfatësisht. Por I kemi, por fatkeqësia është se kjo dunjo neve shpesher na mund, na fiton. E realiteti I kësaj humbje dhe pajtimi njeriut se dunjoja I ka fituat, ka me ndodhë masi të në varë. Do të pajtohet me realitetin se ka hub betejen me dunjon, ka me pranu këtë realitet masi të hije në varë. Për këtë shak thot Allahu Azza wa Jall, kella sawfa ta'lamun. Gjithsesi në këtë moment ju kini me marrë vesh, kini me kuptu se dunjoja juve ju pas ka mashtru. Pastaj thot Allahu Azza wa Jall, thumma harfu ta'kid, kella sawfa ta'lamun. Thot gjithsesi ju së shpejti kini me kuptu dhe kini mu bind se dunjoja juve ju ka mashtru, se dunjoja juve ju pas ka largu nga Allahu Azza wa Jall, dunjoja ju pas ka largu nga namazi, dunjoja ju pas ka largu nga vetvetja, dunjoja ju pas ka largu nga sadakaja, dunjoja ju pas ka largu nga veprat e mira, çdo se në dunjoja. Keni me marrë vesht, gjithsesi pa hamendje ka marrë një moment që ti ki me marrë vesht si duhet. E hoxha s'pojdoj ka dunjona, kështu shejtonit bëm vezvese. Ki që folë për dunjon, as pojdoj ka dunjon, ja edhe ki që folë e donë dunjon. Ajo që është me rëndësi, është që dunjoja mos me të mashtru, sepse ke obligim ti me dalë me kërku dunjon atë sa ki nevoj. Ama nuk është e thonë që ti me kuptu se dush krejt dunjon me marrë me botonë. Krejt dunjon me marrë me botonë. Por mos haron një sen, el ajnu basira wal jedu kasira, thajnë kështu arabt. Syri shed shumë larkë, ama dora prek shumë gatë. Kështu thajnë arabt. Mos haro kjetë. Syri jotë shed shumë larkë, ama dora jote prek shumë gatë. Ti e shen dërtesën 200 katë, ama mund është me prek 1 metre 70-80, hajde 2 metre, ato që janë pak ma të mëdhenj. Qaq, ma shumë s'prek. Ka që prek dora jote. Ama mos me ndo se gjdo sen që e she, se dush me prek me dorë, se bosh e laqë. Kështu thëjnë arabt, fjale urt, që ta kesh si regull dhe parim në jetën tënde, po no atë sa mund është me prek. Mundohu atë sa mund është me prek. Është për qëllim këto alegoria, atë sa mund është ti me kap, atë sa mund është që ti me kontrolu. E jo me marë përsi për gjera e dunjoj e pasuri, e cila ty ka me të marë në përkom. Në që ti me prek atë, ajo ty ka me qkej. Edhe ke kujdesin nga kjo, edhe vazhdimisht kur të kesh dunjo para vetës, ka në thonë djetarët e selefit, qite gjennetin dhe gjehenemin. Qite për para gjennetin dhe gjehenemin, kujtoje se kjo dunjo ka mundësi me quka gjennetin, ama mos hara se shumicën I ka quka gjehenemin. Allahu në rujt nga kjo gjehenem. Dhe njerëzit kur do të vdesin, në hadithin që përmendet në Sahihun Imam Muslimit, kanë me thonën kur Allahu Azza wa Jall, kanë me thonën kur bita Ademit kanë me thonë Allahu Subhanahu wa Taala, mali. Kanë me thonë Allahu Azza wa Jall, o Zot, unë shumë pasuri kam pas. Ku o malli jam? Ku o pasuria jeme? Ku janë ndërtesat? Ku janë shtëpiat?
ku është ari, ku është argjenti, ku është dukati, ku janë kerët e shumta. Kanë mi thonë Allahu Azza wa Jall, mali, kanë mi thonë o Zot, malli jem, ku është? A dini pse? Sepse e sheh veten në ngusht, e sheh veten të nevojshëm për me ndihmu dikush dhe diçka. E kanë mi thonë Allah, o Zot, ku pasuria jemi ta marrën në shtash, e të më krye punë, shumë pasuri unë e pata. Do t'i thotë Allahu Azza wa Jall, wa laysa laka min malika illa ma akalta fa afnayt. Kam i thonë Allahu Azza wa Jall, nuk ka mbet nga pasuria jote, përpas se pasuria që e ke hongër dhe e ke harxhu. A ke pas pasuri, ke hongër e ke harxhu. T'ka kry punë ti në atë dunjon. Au lebiste fe e blejt, apo me pasuri që i ki blejt të eshat, e i ki shkoq, i ki vjetru. Au të saddek të fe emdajt, au të saddek të fe emdajt, apo që i ke dhonë sadaka, e ato të kanë mbejt. E ato të kanë mbejt. E që mbejt dhe të të sadakaja. Për këtë shak, përmend me hadithin e Aishës radhiyallahu anha, tregimin e saj që tek Aisha radhiyallahu anha kur ka ardhur një fukara me kërku sadaka, e ka pas tradita ja, si ka dhon parë pa ja li me parfem parët. Kur e kanë vetë Aisha radhiyallahu anha, pse i lin parët me parfem? Të lip fukaraja ndim, e ty e parfumos parën po ja jep në dorë. Ka thonë Aisha radhiyallahu anha, këto janë me një farë mënyre, këto janë bartësit, postjerët e tonë, që pasurin tonë e bojnë prej kësoj dunjoje në atë dunjo. Na e qëjnë e bojnë hazër në atë dunjo. Për që t'jep me parfem, që kur dalë para Allahot me ato të hollat të kenë aromë të mirë, erë të mirë të kenë. Që qëne? Kur i jep dikujt, i kin dimu vetës, jo ati. Për këtë shak, thot Abdullah ibn Mubareki rahmetullah alej, thot kushti për pranimin në sadakas është që kur t'japsh sadaka, t'a japsh me bindje se ke ndimu vetën e jo fukaran. Nëse ke mendu se ndihmove fukaran, ka thonë rahmetullah alej, s'pranot sadakaja. Kjo është mendimi ti normal, por shiqoni se qfar qasje jep dunjos dhe sadakas, edhe se qfar përshtypje të len ti, se sa përfiton ti nga kjo dunjë, dhe si ka mundësi më së miri me përfitu nga të mira që ti ka dhonë kush? Allahu Azza wa Jall. Çdo sen që ke është prej Allahut Azza wa Jall, jo se ti je shumë i mençëm, e shumë i fortë, e shumë tuxhar i madh, e shumë xhambaz. Ja, se Allahu ka dashur. Se Allahu ka dashur. Ka më të mençëm se ti, ama janë kopuka, s'kan kur gjë. Janë më të fortë se ti, ama kanë mejt pas një dinar. Janë më të mençëm se ti, ama çka 5 bonka si kanë në xhep. Allahu ka dashur që ti me të lëshu rrezik, e ky rrezik është sprov për ti, apo nëse je besimtari devotshëm, këtë pasuri ka mundësi që ti ta shndrosh në afrim tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu Azza wa Jall, kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Thot Allahu Azza wa Jall, gjithsesi ju po ta dinit, po t'ishit të bindur në këtë se dunjoja është mashtruese, nuk do t'i shidhon ka shumë mas dunjos. Nuk do t'i shte bësh kaktare dunjoja që ju talini mas shpine fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Por po t'ishit të bindur me bindje të thellë se dunjoja është mashtruese dhe ju largon nga feja Allahut Azza wa Jall, halli dhe gjendja juaj do të kishte qenë shumë më ndryshe. Thot Allahu Azza wa Jall, latarawunna al-jahim. Latarawunna al-jahim. Thot keni me pa xhehenemin. Keni me pa xhehenemin. Kjo ajet kuranor, disa kanë thonë është vetëm për kufart, për pamjen e xhehenemit. Jo, kjo ajet kuranor është edhe për muslimant, edhe për jo muslimant. Është edhe për muslimant që dunjoja ka shkaktuar që ata të bëjnë haram edhe ndalesa, por është edhe për jo muslimant.
Por shiqon Ibn Kathir rahimahullah, çfarë çastje I jep se përmendja e xhenemit në çfarë mënyre është për muslimanin e çfarë mënyre është për jo muslimanin. Thot muslimani në ditën e gjykimit dhe në këtë dunjë kur përkujtohet me xhehenem, muslimani përkujtohet për ta përmirësuar gjendjen e tij. Kurse sa I takon jo muslimanit, kanë thonë përmendet xhehenemi për ta nënçmuar atë, për me tregu se vendbanimi I tij gjithsesi që është ky xhehenem. Kurse tek muslimani thuhet është për qëllim që muslimanin me përkujtu që ky përkujtim të shkakton ndryshim të gjendjes së tij, që ai ta përmirësojë gjendjen e tij e të largohet prej të keqes e të afrohet të mirës. Shiqoni çfarë debi kanë pas komentatorët e Kuranit ndaj fjalës së Allahut Azza wa Jall dhe çfarë kahje japin përmendjes së xhenemit në këtë rast ku përfshihet edhe muslimani edhe jo muslimani. Tek muslimani shërben për kujtim, kurse tek jo muslimani shërben për nënçmim dhe poshtim, sepse që të dytë ka mundësi që të dashuron për dunjë. Sepse që të dytë ka mundësi që të dashuron për dunjë dhe të lidhen me të madhe me dunjë. Thumë le tus'alun yawma'idhin 'anil na'im. Po I mshem ma shkurt shkaku I kohës, thot Allahu Azza wa Jalla dhe thot pastaj në ditën e gjykimit, në ditën e kiametit do të llogariteni tek Allahu Azza wa Jalla 'anil na'im për të mirat që Allahu ua ka dhënë juve. Atë ka shku në dënjerë dërmen mi numru të mirat që ti ka dhënë Allahu Azza wa Jalla. Hajtë ndalmi pak këto. Të mirat që Allahu ti ka dhënë. Shtash që I ki me vete. Ke ardhë pa të kërcit ndë një plumë gjath të apo të majtë. S'ki luft, rahatije. Na qëtu që kemi ardhë sot. Ke ardhë ki vesh mbathi me vete. Këtë jeni të vesht. Ke ardhë I ngim nuk je junt e ki hongë sot bukën, drejkën, darkën që ka pas pak më heret. Ke ardhë pa të vdek kërkush sot. Rahat, s'ki as si mërzi, as një piklim. Ke ardhë Allah të ka mundësu që me falë namazin akşamit me xhamat. Mirësi, nimet I madh, begati e madhe. Ke ardhë Allah të ka mundësu që me prezentu në ders e me xhdisi me të shkruajtur sikur me falë nafile deri në vakti atësijës, që atësia s'ka mbet edhe pak. Ke ardhë mas pak të I ki 50 dinar në xhepin tënd, që ka mundësi me ato me pi një kafe. Mirësi, nimet, begati. Me I blet 2 kg buk me çut e shtëpia ka mundësi me ata. Nimet begati dikush si ka. Ke ardhë ki sahat me vete, që është pasuri, nimet, mirësi. Ke ardhë shumica, kemi telefona në xhepat e tonë. Ke ardhë ki këpuc që I ke vesh, ke ardhë vdath në xhami. Ke ardhë ki në xhami dritë, ki pastërti, ki imam, ki hatib, ki muezin, ki atë, mirësi begati të mdhaja. A thave alhamdulillah. A me bo me shku të shpite tonë. Me nisë mi numru që a kemi në shpe, dritare, tepik, kauq, ajo, kjo, sa dalin o vlazni. A nuk me ndonë se kime o logarit të ka Allahu Azza wa Jall për këto mirësi dhe begati? Ani ata që kanë pak ma shumë, la ilaha illallah, o Zot ma falë. Ata që kanë ma shumë, para me ndoni se sa kanë me dhonë logarit të ka Allahu Azza wa Jall. A I dini ju se selefi, sahabët s'kan pranu mi pas 2 partejshe, o vlazni. Një partejshe I kanë pas, vetëm. Çdo pasuri që ka ardhë, kanë pas mundësi me I ble 2 parë, e kanë dhonë. A I dini pse vetëm një gajle, e kanë pas gajle se duhet me dhonë gjevap të Allahu për 2 parë tesha. E ka thonë sa t'jap gjevap për 2 parë, po jap vetëm për 1 parë që e kam pa tjetër. S'kam ku hiki për kësaj. Këshirën e qëfar logarie, qëfar matematike. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet që përmendet, një ditë prej ditëve në rësirë të natës del nga shtëpia e vet, del rrugëve të Medinës,
E takon Ebu Bekrin dhe Omerin, edhe ata kishin dalë në për rrugë, dhe ju thot, ma akhrajekuma, çka ju nxori prej shtëpisë? Than, ja Rasulullah, el gjua, në nxori prej shtëpisë. Çka? Biznisi? Qefi, saltanati, pikniki? Në nxori prej shtëpisë, uria e madhe, ja Rasulullah. Tha, edhe unë ashtu. Edhe unë, tha, jam shumë i unë. Dola prej shtëpisë nga sikletit dhe nësia e madhe që e pata. Kjo më nxori prej shtëpisë që me dalë në rrugë, e me haru urin e madhe, kush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri Omeri radiallahu anhu, a ke dalë ndonjëherë prej shtëpisë unë? A ke dalë? Edhe thu s'kam, edhe ankosh, edhe nuk thu elhamdulillah. Wallahi është turp për një besimtar që se ka këtë hall dhe këtë gjendje dhe të ankohet. A fatkeqësisht gjithë ankohemi. Fatkeqësisht gjithë harëm me thonë elhamdulillah që Allah në ka dhënë gjitha këto të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë gjendje dhe në këtë hall e sheh edhe Abu Bekrin edhe Omerin, edhe çka bëjnë? E konsulton ata ku ka mundësi të hamë diçka. Thonë komentatorët e hadithit, 20 ditë sa ditë janë konë pa bukë. 20 ditë sa ditë janë konë pa bukë. Që në kam pru punën që me dalë me hecë rrugës, me arru sikletin e barkit, me arru sikletin e unësisë së madhe. Kjo i ndodhë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Del në rrugë, i konsulton sahabët të nga Rasulullah, të kishë mi shku të filani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbashku me Abu Bekrin dhe Omerin shkojnë dhe trokasin të shtëpia e një sahabijut. Del domaçinka e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ejne fulan, ku është filani? Ku e ki domaçinin? I thot, ajo gruaja thot, ka dalë për një punë të vetën. Dhe duke qëndru aty, kthehet sahabiu, e sheh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ai kur vjen me ujë, sepse kishte shku me marr ujë për familjen e vet. Tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha Allahu më ka nderu, e më ka begatu, e më ka veçu, që ty sot të jesh misafiri jemi. E pranon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam zbashku me Abu Bekrin, radhiyallahu anhu dhe me Omerin radhiyallahu anhu. Kush janë këto njerëz, o vllazni? Kush janë këto njerëz? Udhëheqës i shtetit, kryetar i shtetit është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bekri është zavendësi i tij. Omeri është zavendësi i Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Që kishin në dorë gjithë pushtetin, gjithë shtetin, gjithë pasurin, këta menaxhonin me çdo send që kishte shteti islam. Por në këtë drejgjen dhe këtë hallë ishin. Dhe ai sahabiu e gositi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me hurma të fresta e të njoma. Me 3 lloje të hurmave që shqipsën i 3 së një qetë ma shumë se 2 emra. Ja të fresta, ja të njoma të ja bajat. Dhe uj. Dhe e therin një dele për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, një kinç, për të nderuar dhe respektu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam masi që hangrën, masi që e kritën ushimin, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi bi yadi, tha pasha Allahun në dorën e të cilit të shpirti jam, le tus'alunna an hadha an-na'im yawm al-qiyamah, tha keni më pyet, keni më llogarit tek Allahu azza wa jall për këtë mirësi në ditën e Kiametit. Va përkujtoj sahabëve, edhe pse ishit shumë të unt, edhe pse keni shumë fukarallëk, ama shtash kur hangret dhe u kënaqet me këto mirësi, Allahu ka me u llogarit për këto mirësi që Allahu va ka dhënë dhe va ka çuar rrezik. Sa për riskut të Allahut na e gjynë. Si kemi hallën me frigoriferat e tonë, sa ushqimi prishet në frigoriferat e tonë, o vllazni, sa ushqimi gjuhet nga kuzhinat e tona që e bëjmë pa llogari dhe pa hesap.
Kina më llogarit për ato që i kina hongër, që i kimi pas nevoj. Para mendone për ato që i kimi bo mastraf dhe kimi gjujt. Para mendone për ata, për ato ushqim që e bajmë pa nevoj dhe të tepër në kuzhinat e tona, frigoriferit e tona. Që gratë e tona e gjujnë para syve tonë dhe na nuk reagojmë. Heshtim. A dini se kini më llogarit për atë që i ke pas pa tjetër me hongër, e para mendoje për atë që i ke pas tepër pa nevoj, me mastraf dhe e ke gjujt e ke në përkom bereqetin dhe nimetin e Zotit. Si ki me pas halin me atë ushqim, si a lejon vetës me ngarku vetën me gjëra të cilët se ke pa tjetër me ngarku vetën, se ke pa tjetër që ti me gjujt ushqim, se ke pas pa tjetër që me bo ushqim për 10 veta kur jenë në shpi 5 veta. Ku është devotshmëria, ku është mirënjohja? A nuk të bind kjo se neve në ka abit dunjoja? A nuk bind kjo se neve qka në është mësu shqyri me pas shumë e ish pa pas nevoj? Kjo është argument se në u ka prish zohdi, devotshmëria, e kemi qef me pas ras sofrën, a kur e din se s'ki mundësi ma shumë se një tanjer me hongër. Kini frigën Allahut Azza wa Jall në vetvetën e tuaj, në familjet e juaja, në pasurin që Allahu va ka bërë rrezik. Lusë Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukura, me cilësitë e tij të përsosura, që të na ruan nga sprovat e kësaj dunjoje, që të na ruan nga talashet e kësaj dunjoje, që të mos na bën nga ata që shkaku i dunjos kanë deviju, të na ruan imanin, të na ruan islamin, të na ruan familjet, të na ruan evlat, të na bën nga ata që fitojnë halal, që argjojnë halal në formën dhe në mënyrën që është i kënaqur Allahu Azza wa Jall, dhe të na merr shpirtin me fjalën la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله shpërblet për sabrin dhe durimin. Nëse ka dikush në një pyetje le të rëndron. Na bën Allah sot pak më zgjatëm po tham ta kryj.